Përshëndetje gjithëve, sot kemi për shitje një Ducati 959 Corse. Është një motor që ka 160 kuaj fuqi edhe një tork 104 Nm, mund shkoj edhe më shumë, 107. Ndryshimi nga standardi është që ky vjen me Öhlins, para dhe mbrapa, vjen me Brembo. Normalisht amortizatorët janë të regjistrueshëm, Brembot janë radiale, edhe pompa, edhe nofullat, edhe mbrapa po ashtu. Është një Ducati që nuk është me one-sided swing arm, i ka në të dyja krahë swing armin. Është një motor që ka vetëm 3800 km të verifikueshme, mund ta kontrolloni ku doni. Amortizatorin e timonit e ka Öhlins, pra stabilizatorin shpejtësi të larta ose kur ka pengesa të vogla para. Ka disa ekstra, ka pasqyrat që nuk janë kineze, po janë baracuda. Ka 3 riding modes, race, road dhe wet. Pra një për garë, një për ecje normale në rrugë dhe një për shi. Ka engine braking, ka traction control me 9 nivele, ka ABS-in të regjistrueshëm me 3 nivele, pra i ka të gjitha opsionet dhe është i gatshëm për pistë. Ka 2 depozita, njëra është alkoolit frenave, njëra është e alkoolit freksionit, dhe për motor pa marmit, pa Terminion, pa Akrapovic, ka një zhurmë karakteristike Ducati. Shitet me një çmim 14.999 euro. Për më shumë kontaktoni me numrin e pronarit e keni këtu më poshtë.